e pas Trumpit. Sigurisht. E Ukrainës, gjithçka bëhet për Ukrainën, le të kujtojmë dynjan që Trumpi u zu keq me Zelenski në sytë e gjithë botës, i kemi trajtuar gjitha këto. Gjithandaj tani po flitet Amerika po lëshon Ukrainën dhe po lidhet direkt me Rusin, Europa është jashloje, Ukraina është jashloje. Europa tani gjase panikosu duke thënë që bo rreziku rus do na vinë na pushtojnë këtu nëpërmjet Macronit dhe duhet gjithmonë një shërbudalla që ose njëri që ka hall që ta marrë këtë Van der Leyenin e Komisionit Evropian dhe kjo të thotë do hedhim 800 miliard. Si kanë, mirë si ti. Jo, i presin pra, punë pa merak se borxh janë. I gjetën për Covidin, pa merak. Dhe prandaj nuk vdiq njerëz për Covid. Dhe do ri armatoset e Europa, dhe gjithë kjo histori, që është i mashtrim i madh për mua, është një mënyrë për të vjetur dhe një herë taksapaguesit evropian. Kjo është një histori tjetër. Dhe reagimi i Putinit që ishte një reagim shumë interesant e i kujtoi Napoleonin. I kujtoi historinë e Napoleonit, qoftë duhet të kujtojmë njerëzve historinë para se të më japësh ti, të më bësh ti komentin tënd të Napoleonit se çfarë ndodhi në kur vajti në Moskë, se ai fitoi të gjitha betejat Napoleoni dhe atje nuk humbi, po ja mundi dimri, po çon si ka. Nuk arrit dot ta mirë e mori Moskën ai, po ta e lan pa buk, pa ujë. Krishpa, domethënë, u fut po që nuk arriti dot dhe u kthye prapë. Kur u kthyen pastaj aty humbi 2/3 e ushtrisë kur u kthye dhe pastaj kur erdhin në Francë e shkarkuan dhe çuan nga i ftohti. Ishullin e Elbës. Pastaj qëndroi një vit në ishullin e Elbës, si është përballë Italisë dhe Korsikës dhe u kthy prapë mori pushtetin. Dhe shkoi të bënte një betejë tjetër, betejën e fundit të Waterloo, që humbi atë. Dhe pastaj e morën dhe degdisën në Shën Helen. Shën Helena është mes Brazilit dhe Angolës në Oqeanin Atlantik, që është një ishull britanik. Nuk e vran britanikët se ishte perandor i shpëtuar jetën se kishte titullin perandor. Dhe vdiq atje i vetëm dhe izoluar, i sëmur, domethënë. Kjo është historia e tij. Kjo është histori. Por ama duhet të themi gjë, Napoleoni gjithë historinë e vet, nga kur erdhi nga Egjipti, mori pushtetin me 3 konsull dhe deri ashtu, 21 vjet e ka çan. Tatanët e kanë kaluar gjithë Napoleoni me nga 10 vjet e nga 15 vjet. Thua 21 vjet në një pushtet në një familje. Po, 21 vjet e ka gjithë historinë, kupton? Ky kryeministri aktual i Shqipërisë ende se ka kapur 21 vjet. Në kuptimin si kryeminist po. Ai ka bërë shumë. Jo, si kryeminist po them. Si kryeminist ka 10 vjet. Edhe ai ishte perandor. Nuk ka qenë gjithmonë perandor e vërtetë është po. Ky ndryshe ka kaluar, në të kuptimin ka kaluar po. Kanë kaluar gjithë nuk është. Kanë kaluar gjithë. Po të kthehemi te kjo çështje. Po për të marrë pak me këta tan ato tikulla, sepse kjo Putinit është e qartë. Tani ne i takojmë pjesën perëndimore të pa qytetërimit perëndimor apo edhe Shqipëria, kështu i duhet të shohim edhe çik me syzat tona këtë punë. Ora mos është ky Macroni është. Jo, jam patjetër sepse këtu ku punem ne, zona që është një zonë që quhet zona e mbrojtur nga NATO. Po ne jemi NATO, se zonë e mbrojtur nga NATO. Domethënë ne pra, domethënë zonë e NATO, po jemi NATO. Jemi patjetër, zyrtarisht jemi po. Epse me 0 tanke, 0 avione, për shumë si ka jemi. Jo, hulla. Tani, le të merrem pak me radhë. Mos ndoshta Macroni është vërtet i fortë dhe e shfaq veten tani në këto 2 vjet e fundit që kanë mbetur për qeverisë. Shiko, kjo punë siç ka nisur ashtu do bitiset. Në shkuptim. Që nisi keq, kujtohet si e mbante ai Putini atë Macroni atje në fund tavolinës kështu, kur e takoi para në Covidit po. Kështu do bitiset sepse kjo punë do shkatroj BE-n në fund fare. Ky do jetë rezultati. Sepse nuk ka asnjë prishmëri për shkakun që me 800 miliardë që do hedhin tani këta. E para njerëz si kanë. E dyta duhet t'i marrë, e treta 800 miliardë i kanë për vitet e ardhshme, ndërkohë që 500 ka thënë vetëm Gjermania do ja. Për momentin ti e pes si dolën rezultatet në Gjermani. I pash po. Po diti ç'është ndodh, AFD-n nëse këta i hedhin këto 500 miliardë që tuti AFD-ja vitin që vjen merr pushtetin. Ti thua do reagojnë poshtë njerëzit. Ore dëgjoj, këta nuk kanë kuptuar një gjë, që në këto 3 vite luftë Britania e Madhe që është dhe fuqia më serioze antiruse në Evropë. Po dhe më ushtrinë më të keqe në botë. Po pra, po është më serioze antiruse, domethënë. Qartë. Rusët nëse kanë pas një problem. Me atë historikisht e ka pas. E kanë pas gjithmonë me Britaninë e Madhe. 4 kryeministra kanë ndrru për 3 vjet. Ik njëri ajde tjetër, sepse për të bërë luftë duhet të kesh ekonomi. Dhe deri në provë të kundërt, Europa është në një nga momentet më të errëta të saj të ekonomisë. Pse? Po kur ekonomia më e mirë e Evropës, që është Gjermania, është në krizë. Është në hall, po. Dhe është në hall të madh. E kupton çfarë bëhet me ekonomitë e tjera të Evropës? Nuk po them të shkojmë te Greqia që ka pas probleme historike atje, po hajde shkojmë te Slovenia. Kujdes, Greqia, me sa po dëgjoja këto komentet e NATO-s, se futet tek sajti i NATO-s, sot konsiderohet si ushtrim me forcë britanike, kulla. Po
Greqia po se ka pas militarisht po flas. Po sepse ka pas hallin e, unë po të them nga pikpamja ekonomike. Ekonomike se ka pas hallin e Turqisë. Nuk është keqe, ka marrë dorë. Tani, çështja këtu çanë është nëse ndjek çfarë thot Trumpi dhe çfarë thonë europianët, nuk po them për atë kastravecin e Ukrainës, domethënë që e përzu Trumpi me shelm aty, po çfarë thon Trumpi dhe çfarë thonë europianët, pra ç'thot Washingtoni zyrtare dhe ç'thot thonë europianët zyrtarë, jo të gjithë europianët ama, e kuptojnë që ka një ndarje të madhe, jo vetëm në mendimin, jo vetëm në qasjen, por edhe në mënyrën se si ata i mendojnë gjërat për funksionimin e botës sot që flasin. Nëse ti ndjek, pra, presidentin e Francës kur flet, ose kujdion këtë general von der Leyen që është kryeministri e Evropës, ti e kupton që ata flasin sikur po flasin për një luftë shenjtë, pra ne jemi të mirët, rusët janë të Po, ka shfut moralin lojë tani. Dhe tashi, këto janë tamam siç ja ke vënë titullin, xhihad, pra luftë e shenjtë. Po ka vetëm një problem. Nuk na thon kalamajt e kujt do vdesin, se ka vdekja 1 milion njerëz atje në luftë deri tani. Tani duhet na thon kalamajt e kujt do shkojnë të vdesin. Homologu jot francez di çta dje. Parantez, për të konfirmuar këtë tezën tënde. Kam një pyetje, i tha. I bëri një dy njerëz që kishte nga politika atje, nga Ministria e Jashtme. Mundi një pyetje, i tha, dëgjon ti kulla? Ishte Ilir Kulla francez. I tha, mund të bëj dy pyetje, një pyetje, i tha, tipi që kishte nga Ministria e Jashtme. Nga Ministria e Mbrojtjes, Okej. I tha, zoti Filan, që mos futem detaje. Në qoftë se Franca nesër është në luftë, i tha. Më thoni të vërtetën, i tha. Të rinjtë e Estonisë do vinë të luftojnë për ne? Sigurisht jo. Ai ngeli, të rinjtë e Estonisë, i tha, ai kapi Estoninë. Sigurisht është vendi kufitar aty. Jo, po, aja mori si shembull. Sigurisht, ky është shikon në. Po ndërkohë narrativa dhe propaganda i bëjnë këta tani kulla. Mos duket të çudi, se ti e di që popujt në një mënyrë sado edhe të egër të jenë, sado të ngrihen protesta e kështu, e kanë treguar, siç treguan Covid, që me një fshkëllim u mbyllën të gjithë kulla. Pra, le mos jemi dhe kaq optimist. Në momentin që elita e kabanës europiane po flas, vendos që ti marrin këto 800 miliardë, që sigurisht do i marrin nga xhepat e njerëzve, se nga do i marrin, nuk s'kan ku ti marrin, këto 800 miliardë duhet i marrin nga bankat amerikane ose nga bankat kineze, se s'kan ku ti marrin, nuk i kanë çon. Nga bankat amerikane do i marrin. Po nuk ja jep. Trumpi do jetë shumë i gëzuar ti ajo. Nuk ja jep ai zotëri, ai thotë shkoni merrni para, nëse jeni prodhojeni nëse ashtu, dhe do vini të blini armët amerikane. Nuk e di, është shumë i qartë ai zotëria. Po pra. Ai zotëria është shumë i qartë dhe çfarë po bëjnë këta? Që kanë filluar të luajnë në tavolinë me Indinë, që kanë filluar të luajnë në tavolinë me Kinën. Është shumë i qartë ai dhe ne jemi në fakt kjo më shumë se sa ky xhihadi platonik i Macronit me Putinin, që si afrohet dot as te kufirit, domethënë, më shumë se sa kaq, kjo në fakt është fillimi i luftës së ftohtë Amerikë-Evropë. Por sa herë kemi pas një luftor Amerikë-Evropë, Evropa ka plas nga brenda, se ka vatra zjarre Evropa, kupton? Ku ti referohesh tani që po flet të gjë më kujtohet, mos është kjo ftoja e amerikanëve me Europën. Mos është kalon kthej edhe kthej nga lagja jon kulla? Ja, ju ktheve një referencë ti 35 vjet përpara. Kur doli kjo që do bëhet Bashkimi Evropian, ra muri e tjerë, ne Evropa e Bashkuar e tjerë. Kujtohet që filloi shpërbërja e ish Jugosllavisë. Dhe shpërbërjen e ish Jugosllavisë, ty të kujtohet që e filluan gjermanët dhe Vatikani. Me Sloveninë dhe Kroacinë. Madje Amerika ka qenë totalisht kundër. Ambasadori Zimmerman në ato fillime ishte totalisht kundër, ç'është kjo punë, si do prishet një vend e tjerë. Pra ishim siç jemi tani në këtë gjë. Politika amerikane ishte, se atëherë ishte akoma Bushi s'kishte ardhur Clintoni. Dhe politika amerikane ishte komplet në drejtim të kundër. Dhe në ato moment, pra në një moment që kishte lack of leadership, thonë amerikanët, munges leadership. Boshlik, po. Boshlik total, filloi lufta në Ballkan. Dhe ajo vatër luftën në Ballkan, për shkak është permanente, ka ngel mund të fillojë nesër prap. Që është sot Bosnia atje sipër, Kosova me Serbinë ka probleme vetë. Kosova, por mund të ketë edhe vatra tjera, për shembull. Maqedonia e Veriut, Shkup, mund të ketë. Duke qenë se këto janë dhe qeveri pak që janë kështu, janë si Lule Dilli që ka kthyer syt nga Moska më shumë. Jo, po zvarë se nga i kthen syt, se syt mund të kthesh edhe nga perëndimi një gjë, se nuk se ndryshon sot shumë Washingtoni me Moskën për këtë gjë. Po fiks. Pra, në momentin që
nuk është kjo dakordsi dhe kur ti dëgjon krerët e Bashkimit Evropian që përdorin ato gjuhë që kanë përdorur javën e fundit ndaj presidentit Amerikës, ndaj shtetit amerikan etj. Dhe kur ti dëgjon që do flasim se këtu ishin, këta nuk paguanin 2% e NATO-s. Ende se paguajnë. Si tani u zgjuan dhe do marrin 800 miliard për të krijuar. Ende 1.6, 1.4 janë. Edhe do marrin 800 miliard borxhe për të paguar për të krijuar një shtu. Përveç Polonisi ka arritur në 4, po. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë Që? Do të thotë që ne jemi përballë një divorci të madh Amerikë-Evropë, e cila do japi pasojat e tjera. Dhe ti thua mund të krijohen edhe zona tensioni dhe flak dhe në rajonin tonë. Unë nuk do çuditesha që të kishte ne përplasje edhe Greqi-Turqi këto. Zërbe. Nuk do çuditesha. Greqi-Turqi? Po edhe momentin që hyn kriza brenda NATO-s, çka ka mbajt Greqinë dhe Turqinë deri tani? NATO. Pra unë nuk do çuditesha që gjithë ky rajoni mes Zeut, siç ndodhi para 15 vjetësh me pranverën arabe, Greqi, Turqi, Ballkani, nuk do çuditesha që gjithë kjo në kushtet e një leadershipi të tillë qesharak në Evropë, që të fillon të kjo gjë. Nga një anë interesi i Rusisë, po jo vetëm i Rusisë, edhe i faktorëve tjerë për ta çuar Evropën në një destabilizim brendshëm, dhe nga ana tjetër mungesa totale e interesit amerikanëve për të thënë, ta shohim se si do e bëni ju këtë gjë. Ti thua amerikanë nuk do rinë indiferent? Jo, tashi, ata indiferentë, mjafton indiferenca amerikane, mjafton që të tërhiqen për të destabilizuar gjithë rajoni. Të kujtohet që vetëm rikthimi i amerikanëve në 95-ën i dha fund luftës në Bosnjë. Se deri në 94-ën amerikanë nuk ishin prezent. Kujtohet vinte Mitterrandi ne kemi harruar, por këto gjëra kanë ndodhur vetëm 30 vjet më parë. E vërtetë është fiks, po. Dhe unë për mendimin tim them që e para një herë që kjo historia që këta nuk i gjenin lekët për të përqeshin në NATO. Tash një ditë bukur zgjohen gjithë dhe na thonë që e para njerëz s'kan ushtar, s'kan kapacitete teknologjike etj. Po zgjohen këta një ditë bukur dhe thonë, ne që nuk paguanim dot 2% e NATO se kishim hallin e çështjeve sociale nga brenda etj. Të krizave ekonomike, ne një ditë bukur themi, mjafton që po shlirohemi nga Amerika. Do shtojmë 800 tjera. Do gjejmë 800 miliard me borxhe, se tash historia është e bukur shumë. Lufta e parë që çoi në pavarësimin e Shtetit të Amerikës dhe krijoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte Amerika kundër Evropës, pra kundër Anglisë atëherë. Edhe francezët u futën për ndihmon amerikanët. Po, me Lafayette. Rusët u futën me amerikanët, francezët po. Po atëherë u bë për të shliruar Amerika nga Evropa. Sigurisht, dhe ishte lufta kundër Anglisë patjetër, po. Kurse tani po bëhet lufta për të shliruar Evropa nga Amerika. Në çfarë paradoksi, dhe kemi po të njëjtën korrelacion, pra po të njëjtën aleancë. Rusi, Amerikë dhe Evropa në mes. Tani këtu kam një pyetje konspiracionun, kulla. Ne s'bëm konspiracion. Jo, kam unë një pyetje konspiracion, që ti mund të t'i si konspirative. Po. Mos jam bashkë Trumpi me njëse me këtë dreqin e Europës, si mungon nuk ka një numër telefoni në Europë. Që ka thënë këtë Brezhinski, ka thënë? Jo. Apo ky tjetër, o Brezhinski o ky tjetër ka thënë, një këta dy, ose Brezhinski ose ky thuaje. Kush? Ky ma tjetër, këshilltari tjetër i famshëm o burr. Bullafiqi si e ka emrin? Ky po që vdiq më burr? Ai që vdiq vjet, po, ai. Si e ka emrin pra? Edhe pa kujtoj emrin më burr të miku. Tani do mvi dhe me s e ka. Se masolle ti, ti. Ka thënë l'Europe, me c'est quoi le numéro? Pra Europa ka numër telefoni? Jo, nuk ishte kështu. Po tani kjo shpreha është e sigurt. Ajo po ta them pra ngjarjen. Ajo ishte. Ka thënë ky më, këtë ka thënë një ambasador amerikan, një kështu president amerikan. Jo, e tha ky këshilltari, ishin në një konferencë, edhe ky kishte dhënë gjithmonë është një debat mes tij dhe Prodit. Prodi ishte presidenti i Bashkimit Evropian dhe thotë tani i themi dhe ambasadorit, tani vjen mend emri i tij, edhe i themi dhe atij që sot Evropa ka një central telefoni ku mund t'i bish. Edhe i tha, which extension? Çdo më thënë? Pra, kur ti bi një numër telefoni, është një central telefonik dhe pastaj ka një numër, cilës zyrë do i bish? Cilës zyrë do i bish? Mund të jetë tjetër kjo. Kjo mund të jetë tjetër, për vazhdimi i kësaj. Jemi pikërisht në... Pra, amerikanët sot kur duan të flasin në Europë, o kulla, për të zgjidhur një problem, ose për të bërë një deal, ose për të zënë, kë marrin telefon? Kryeministrat e vendeve sovrane nuk marrin më Brukselën. S'ka mundësi o për tani. S'marrin më Brukselën. Po pse se marrin më, çdo më thënë. Sepse ja ta them. Ata janë përfaqësues tani, duam të thonë. Po nuk i marrin, pra marrin kryeministrat e vendeve sovrane. Di çfarë ndodhi von der Leyenit para 2 vitesh në Kin. Ursulës.
vajti me atë Jacques Michelin që ishte presidenti i BE-s. Sa qesharaka. Dhe vajtën në Kinë të takojnë këtë presidentin e Kinës. Kjo ishte kryeminist, ai ishte president. Atë e pritën me protokolle kështu si president atje. Edhe kurse këtë e kaluan kështu normale nga VIP normal kështu me. Mos ja fut kohë. Po. Edhe kur ulën atje, atë e ulën veçantë kështu se takoi. Këtë njëjtin gjë dhe i bëri dhe Erdogani Ursulës. Ata as nuk llogarisin fare Brukselin. Po si ka mundësi? Se ata llogarisin, tash amerikanët kanë partnerët, thotë, kë kemi Orbanin atje. Njerëz të votuar. Në Slovaki kemi atë, po. Në Njerëz Itali votuar nga populli. Në Itali kemi këtë zonjë që është e kështu me radhë, kupton? Nuk është kjo është situata. Dhe është ajo që ti the. Trumpi konsideron që një njeri e tha J.D. Vance, zëvendës presidenti, që një njeri si puna e ati zotërisë në Francë, që sot ka 7%, 8% të elektoratit, as nuk e llogarisin fare. Partia Macroni sot është e treta, a? Pa e pamë zgjedhje, kanë ndrua dhe ata 5 kryeministra për... Por, kushtetuta atje i vazhdon të jep shumë të drejta këtij. Interesante është kulla që, dakor, të kuptova analizën tënde, do të pyes pastaj cila do ishte rruga më e urtë që duhet ndiqte Europa për të mos arritur në atë pikët e tij, po para se të vite ky moment ku jam kurioz ta di sipas teje. Po pse më bur Franca, kishte tani kjo pyetje ime sigur. E ka pasur sigur më vjen, jo më sigur jam me këta. Po kulla, po pse më bur Franca? I francezë? Jo, nuk jam, po dëgjoj. Po kulla, do të them po pse më Franca ndoshta e ka, nga që ka një 300 kështu testata bërthamore. I ka Franca testatat bërthamore. Po pra, problemi ishte s'kam pyetur asnjëherë, për shkak, jo, pyetja ime është kjo, më lejo ta mbroj. Ka 300 testata bërthamore, ka një ushtri gjithsesi më të organizuar sa vendet e tjera të Europës. Tani arritur shumë, Polonia është bërë super, Greqia, Hungaria nuk e di si është, Orbani nuk është se ka ndonjë ushtri të madh shumë. Turqia, me lere Turqia është ushtri e parë pas Amerikës. Tani pyetja është kjo, bravo me që më kujtove Turqinë. Mos doshta nuk ka nevojë të kesh 6.000 si Rusia, 5.000 e caca Amerika, edhe me 300 e bën dëmin. Se bën dot çan. Pse? Sepse fuqia satellitore që kanë rusët dhe amerikanët, pa u nisur ata, i eliminon atje. Problemi është sistemi mbrojtës. Sistemi mbrojtës sot e kanë vetëm rusët dhe amerikanët. Francezët nuk kanë asgjë. Zero. Zërbe. Po nëse të kujtohet është si në kohën e De Gaullit, që këta thonin Grandeur de France u vetë pezulluan nga NATO e tjerë, që dolin nga komanda e NATO e tjerë. Nuk kanë, ata kanë poshtë Nisës dhe Marseilles, në det, kanë disa bazë dhe kanë dhe në ndetse bërthamore. Kanë ndese bërthamore? Kanë dhe në ndese bërthamore, po kanë një dy ishuj, aty kanë dhe ato raketat e tyre bërthamore. Po ku i kanë tjetër më kulla? Ku i kanë? S'ke folur asnjëherë. Kanë brenda apo e kanë sekret? Tash pra i kanë këtu në detin me zë. Në tokë nuk kanë në tokë. Kanë edhe një dy bazë në tokë. Bërthamore jo. Kanë një statat jo, nuk i bëjnë atje pra. Thash i kanë informacion që di unë, i kanë në det shumë. I kanë në det tash në detin me zë. I kanë në Bregdet në tokë. I kanë në pjesën e Oqeanit Atlantik. Pra aty lartë... Po kanë ato ishte tyre atje? Po, dhe kaq nuk kanë më. Po mirë, po kaq mjafton për të bërë dëm, okulla? Kaq mjafton për të filluar një luftë botërore dhe për t'i lëshojë ai zotëria pastaj një 1000 raketa nga këto të tmerrshme që lëshojnë në Ukrainë, t'ia lëshojnë Paris dhe e di çfarë ndodh Parisit nëse bën një luftë kibernetike? Nuk ka nevojë fare ti çosh armët bërthamore. Se quhen kibernetike ti? Ç'do të thonë kibernetike? Kibernetike ti bllokosh ujin, energjinë elektrike. Ndodhi me ca spitale tani. Tramvajin, gjitha këto, kupton, pa ilçu raketë, di çfarë bën? Sepse nuk e ka të përgatitur popull perëndimi. Perëndimi nuk e ka popullin të përgatitur për një luftë. Jo, ka kohë që bëjnë qef sa perëndimorët, po diskutojnë. Nuk i kanë tunelet kundër luftës bërthamore, domethënë që të bësh përgatitesh për këtë gjë, duhet ta përgatitesh të gjithë Evropën me një doktrinë bërthamore dhe me një sjellje që nuk është parë që nga koha e luftës së dytë botërore. Po këtë e dëgjove që tha, jemi në bisedime, tha ky, Macroa. Me kë ishim? Është bisedime Macroa. Macroa është bisedime, tha, janë bisedime me këtë Gjermani, tha që, jo me Scholzin, me këtë i do vi, tha, ky, thuaje, që s'do vi dhe ky, ose, apo e mbyllun këtë? E ka mbyllun marrë veshin, po, kjo thjesht do shërbej që të vija FD-ja force parë, kupton, nuk është se do... Me si e ka emri kjo, Gjermani i ri më i do vi si e ka emri. Po pra kandidati për kryeministër, po. Fjarova emri gjithmonë. Ky që fitoi zgjedhjet i CDU-s, po. Pyta kode Saliu. Merz, bravo, Merzi, po. Merzi tha dhe tani po të diskutojmë, tha jemi diskutime, tha që bombë bërthamore, tha që ka Franca, tha, që është e vetme në BE, tha, ta marim, ta
do të thënë, t'ja u delegojmë ta edhe vendeve si Gjermania, tha, dhe se vendeve të tjera në Europë, tha, sigurisht duke mbajtur unë butonin, tha, jo duke pasur ata, tha, po që të jenë dhe ata të, se thua, ta kenë dhe ata si mbrojtje. Nuk e kanë lexuar mirë çka ka thënë zoti Trump. Zoti Trump tha, unë nuk dërgoj mas një ushtar për të mbrojtur juve, por nuk tha që unë do të rreq bazat nga Italia dhe Gjermania, për shembull, ose nga Greqia. Nuk i heq bazat e veta. Pra, nuk heq bazat amerikane. Me NATO-n se ngatrojmë gjë. Jo çdo bazë amerikane është bazë e NATO-s. Po se ka vende që ka bazë amerikane, është baza e NATO-s. Po, edhe Gjermania është një nga këto. Si në Kretë që janë ngjitur për shembull. Për shembull. Bazë e NATO-s tu, bravo. Ngjitur është bazë amerikane. Për shembull. Është si në Kosovë. E ke parë atë Kretës kulla? Po, kam qenë e kam parë. Një sekondë, e ke parë si futen avionët te baza amerikane? Është çar mali dhe këta avionët luftarak pasi ulen, futen nga deti, futen në mal poshtë. E pyetën, është vepër arti kulla. E NATO s'është më ndryshe. Këta nuk e kanë as në Kosovë se kanë idenë që Bon Stilli është bazë amerikane, nuk është bazë NATO. Trupat amerikane të NATO-s, vërtet një pjesë rrin Bon Still, po jo të gjitha trupat që janë Bon Still janë të NATO-s, janë të KFOR-it. Është më shumë amerikane kjo Bon Still, thua ti, nuk është e NATO. Është bazë amerikane. Nuk është e NATO-s. Është bazë amerikane. KFOR-i ka bazat të tjera, ku ka dhe ushtarë amerikane të tjera, po ajo është bazë amerikane. Ti thua Trumpit tani në aty komandanti i KFOR-it nuk shkon t'japi urdhër, për shembull, komandanti i KFOR-it tani është italian. Nuk shkon në Bon Still dhe thotë tash unë që jam komandanti i KFOR-it do bëni ç'të mua, se lën të futet, e kupton? Kulla, atëre. Kështu që ti thot ai do sjell armët bërthamore, se këta kanë harruar çfarë është doktrina e detantës bërthamore, nuk ka doktrinë të detantës bërthamore pa Amerikën dhe Rusinë, o çfarë? Qartë. Ndërkohë që ne po flasim, në Francë po përgatiten, ende nuk ka ndodhur si akt për 100 profesionistë deri në fund, po përgatiten të mbyllen kulla në Francë, si në çdo vend gjithandej, ambasada amerikane, SBA-ja ka një ambasadë amerikane kulla. E ka, ha? E ka shumë të madhe në Paris, siç e ka në Berlin. Po di kam qenë, kam parë. Ndërkohë në këto vende të mëdha europiane si Franca që janë me nga 7 milion banor, Gjermania kështu ka dhe shumë konsullata. Në Francë kanë mbi 70. Edhe dëgjova lajmin sot që do pritet të mbyllen të 70-ta. Po. Ta thash, do i thot... Edhe janë mërzitë shumë të komunitetet të Strasburgu e këto, se këto punonin shumë. Do i thot, do i zgjidhni vetë problemet e juve deri tani, se deri tani kishit një numër telefoni këtë tash do i zgjidhni vetë. Ta tha. Ore kulla, mos është duke i rënë kokës vetë që Trumpi, mos i kthehet në bashkë historinë. Jo, e ke gabim. Ore kam seriozisht. E kam unë seriozisht. Seriozisht e ke? E kam unë seriozisht. Këta nuk e kuptojnë që janë duke bërë Evropës. Po më një sekondë, do bëj një pyetje. Kaq naiv janë këta thuati Macroni e këta sa. Po pse si duket Macroni? Ti bien murit me kokë thuati. Po si duket Macroni? Duket në një lider? Jo, ai për mua është dështuar, më nuk ka asnjë lidhje. Kush duket ty lider aty? Po prap nuk ka rëndësi, më ka dy këshilltar, ka një kull atje që vetë i thotë. Po duhet të dëgjosh këshilltar çan. Më tani një sekondë, nuk kurse si dëgjon. Jo, po ne. Mos dosha është intereson të bëj këtë lojë më burr. Mos ka ngrit stekën më kullash. O çan. Ore kulla. Mos e shoh në kështu bardhezilla. Mos është biznes këtu më burr. Mua më than këtë tjetër. E di shton në Francë tani vëlla tani, ta bëjmë mohabetin hapur. Po bëj hapur. Se pos bëra këtu biseda unë ti nuk flet vëlla. Ta bëj bisedën hapur. Dëgjoj tani çfarë thon. Ky opsionet e këtij. Opsionet e këtij vëlla. Janë këto. Ky shpreson, nga që është bërë keq që pas 2 vjetësh ky del në pension vëlla, se mbaroi 2 mandate dhe shumë i ri. Është 40 sa vjeç, është pas 50, se di se është bërë 50. Dhe ndoshta ky është opsioni i parë. Mua më duket pak i çuditshëm, por çon si ka. Hipotezë e parë. Ky thot, po të jemi në luftë, nuk ka zgjedhje prezidenciale. Pra ky vazhdon të jetë pushtet. Dëgjoj. E dyta, thot, po të jemi leadership, ta mbajmë këtë punë thot të 2 vjet thot. Ta mbaj fort të. Nuk ka rëndësi e bëjmë se bëjmë, riarmatimin e Europës. Po ta mbajmë me Ursulën, me këta që kam, me këta gjermanat, andaj këtej që, po ta mbajmë, thot, me atë Stammerin, me këtë tjetër ditëzia, ai anglezi, dëgjoj tani. Po ta mbajmë me këta, thot, unë thot Macroni i krijoi vetes një hapësirë që në 2027 i mbaron puna në Francë, president kjo mandati, mbase shkojnë në Europë dhe kap një pozicion leadershipin e Europë. Po duhet të ekzistojë Evropa deri atëherë. Po mbase, kjo Europë që është mbase ekziston për cop. Çka ka ndodhur në këto republikat afrikane filo-franceze në Afrikën Perëndimore? Kutre Xhameti janë fut rusët. Nga Gaboni janë fut rusët. I ka humbur gjitha çan. E di. Për 3 vjet. Ky nuk ka mbajtur ato që kanë qenë nga 50 vjet, do shkojë të marrë Ukrainën.
Ky po humbë brenda shtëpisë çan. Këti i ka rënë pushteti, i kanë marrë, ja kanë përzën bazat, i vajtën në Nigeria, rrethuan. Po ç'është kjo portë e madhe që shet atë rregullat? Është i mbaruar. Po, ta kur je i mbaruar nuk shet portë rregullat tani. Po është i mbaruar, po shakoma, se si kujton ti, është i mbaruar më. Dhe si i mbaruar që është ti do shosh, është kaq i mbaruar sa nuk emëron dot një kryeministër, s'kalojnë dot buxhetin aty. Jo, nuk kalojnë dot, e vërtetë është. Po çfarë të mund të është? Ky do kaloj 800 miliard ashtu në Bruksel. Me generalin von der Leyen, ku? Ti kupton që sot shteti më serioz i Evropës është Polonia. Ata janë. Dhe Hungaria. Dhe ushtria më serioze, shteti më serioz i kontinentit sot është Republika e Turqisë. Por me ky Hakani tani. Vetëm Erdogani mund ta mbrojë Evropën sot. Ah, bravo. Ky Hakani është e vërtetë kishte thënë se dëgjova pash lajmin që nëse të riqet më dëgjon o? Po dëgjoj. Nëse të riqet, nëse prishet NATO, Turqia do kërkoj urgjent që të jetë pjesë e Europës. Jo, ai e ka shumë qartë që nëse prishet NATO, Evropa ka vetëm një mundësi për të mbrojtur Turqinë. Se ata kanë sa ushtarë? Ata janë ushtria e dytë, ata sot mund të bëjnë 1,5 milion për 24 orë ushtarë që ti kanë gatshëm për. Seriozisht e ke? Kanë industri, po janë të vetmit që kanë qenë përgatitur në mënyrë sistematike për të bërë luftë. Ora jo rastisht Greqia, edhe duke qenë anëtare e NATO-s ka pas gjithmonë frikë Turqinë. Pse kishte frikë Turqinë? Se dinte kapacitetet ushtarake. Qartë. Dhe pranuar matos ka shumë. Dhe këtu jemi në këtë pikë. Dhe sot, seriozisht, sot që flasim, ka vetëm një forcë në Evropë e cila mund të jetë në gjendje të mobilizojë trupa, teknologji etj. Për 24 orë, që është Turqia. Po këta Turqinë, francezët si puna e Macronit, ne kanë mbajtur larg Evropës, siç na kanë mbajtur ne. 25 vjet kemi unë e ti, megjithëse ti. Po mirë, më Turqinë kanë mbajtur larg Evropës për arsye të tjera, po ne thua ti e ke merituar të hym dhe sa kanë futur? Nuk thash që kemi merituar të hym. Çështja, po t'ishte për ta merituar Rumania dhe Bullgaria s'do ta meritonin kurrë. Unë them që çdo vend tjetër meritonte këtu jashtë çdo standardi të vend vatanin. Tash në Evropë nuk është se janë interesuar për shkak standardeve. Po pse për çfarë? Për shkak të interesave gjeopolitike. Ma disa vende janë bërë atëherë tani atë mund. Gjithë vendet e lindjes për shkak të interesave gjeopolitike. Patën ujë dhe drita kishin okulla tani lehtë. Tani çameti u bush. Tani kjo është çështje tjetër dhe unë po. Kjo është çështja. Jo, dhe unë po jo për skandal. Kjo është çështja. Është skandal mënyra se si funksionon BE. 10 vjet e lan Kosovën e shkret për vizat, o çan. Kush do shkojë ushtar? Ja merret rastin e Shqipërisë. Sa ushtar bën Shqipëria në rast lufte? Bën Shqipëria. Sa sepse po t'i japësh lek vend këta. Sa kush vetëm? Shqiptarët jeni çerka që gjithë janë kanë luftuar për tjerë. Ishin jeni çerë në perandorinë e madhe, po jo këtu. Po pse? Pse kështu? Po pse s'do janë? Po se kemi. Ti ke ushtar akoma tani, po kush u tha? Ke ushtar tani në lindjen e mesme që po luftojnë. Ku? Në këto lufta që bën andaj. Ke gabim. Nuk ka rëndësi vlla, vend marrin lekët dhe luftojnë. Historinë vetë, forcat armatosura, ushtri. Ushtri profesionistë thua ti? Atë se diun. Unë them mercenar më. Se do paguash, unë prandaj kur them duhet të jetë serioz, 2% e NATO-s është minimumi që duhet të pagu. Se ndryshe për çfarë ndarsosh? Ora bëj pyetjen ty. NATO është GOE, është GOE, çfarë është NATO? Është organizëm ushtarak. Është sistemi mbyllur është në fakt. Po edhe këta s'paguajnë as lekë valla dhe presin që të vitë. Pra kjo thua nuk është lojë në thonjza, lojë, kur them lojë, jo dillore. Nuk është një gjë që mund të interesojë kjo që po bën tani Macroni me shok këtu. Nuk është një deal që mund të interesojë Trumpit, që thotë okay, 800 miliard, sa do i ditë ne? Po s'është problemi, duhet jo, po mund të që armët i blenë Amerika ta. Po duhet t'ja japi dikush lekët më valla. Se si kanë. Ore kulla, e ke serioz që nuk i gjejnë. Po duhet t'ja japi mor dikush, sepse ata i kanë ekonomitë e tyre të mbaruar. Ti kupton që një bankë e madhe BlackRock. Ku i gjetën për Covidin më kurrë? Ore si gjetën fakt, kujtohet si i mblidhin njerëzit në Itali të vdekur, ti mbamen si i mblidhin me. Po ç'si kam lekët i gjetën për të paguar bizneset, patën në punë. Ku? Janë gjetë shumë para kulla. Thelluan borxhin publik edhe ekonomitë e tyre janë gjitha me kokë poshtë, ndaj e këtu. Ore pse ra i zotëria në Gjermani? E ti e kupton nga gjitha qeveritë europiane që filluan luftën kundër Rusisë, vetëm Macroni me 7% kanë mbijetuar deri tash. Pse iku Bideni dhe fitoi Trumpi? Se shkoi inflacioni 11%, nuk bëhet kjo pa ekonomi. Prandaj Trumpi thotë që ne duhet të ringrejmë ekonominë, duhet bëjmë ekonominë. Ekonomia. Fal të bëj një pyetje, pse është Turqia e fortë dhe këta janë dobët? Se Turqia ka hedhur parat për pasur mbrojtje. Pyetje për Kullën, se e mbaruam të fabul. Kulla tani këtu nga 30 sekonda përgjigje. Përshëndetje çani pyetje për Kullën, çfarë do kërkonte Turqia në këmbim për të mbrojtur Europën? Se kanë kush do e mbrojnë Europën, një zot e di. Si kanë krijuar të mitin që Rusia do na sulmoj. E di çfarë më thoshte një diplomat i huaj sot. Kulla. E fillu dhe ti tresh me diplomatë huaj. Kam unë 2-3 që nuk më lëshojnë asnjëherë marrin telefon, ç'di e madhe. Edhe janë shumë të zgjuar. Edhe e di çfarë më thoshte? Thoshte, o çan, po mirë, më pyetje të ftuarit nuk kanë emision tha.
këta që besojnë tha këtë teorinë edhe është europian ky që thotë, Po. që do na sulmoj Rusia. Dëgjoj që kokulla dhe e bëri kështu ai. Për çfarë do sulmoj Rusia Europën? Çka ka Europa që t'ia marrë Rusia? Vetëm borxhe. Po kur thash, i thash po pse ç'a duhet të ketë? O zotëri tha, Ukrainë duan se ka ka grur, tha, ka minerale të ralla, ka shumë gjëra në Ukrainë, tha, sigurisht. një nga vende. Në Europë tha, ka asgjë. Po pikërisht Për ç'a ta sulmosh Për Europën? të punë europianët nuk shkojnë në Ukrainë që të kapin. Historikisht, Napoleoni, Hitleri, të gjithë kanë dashur shkojnë lart, se aty janë pasuritë. Tani këtu po na shesin la narrativën që do na sulmoj Rusia. Pyetja është, për çfarë? E di kush është më e bukur Çan? Më e bukur Për është çfarë e duan? që 80 vjet më parë, Për ta mbyllur se iku koha e kësaj, kemi fabull tjetër. 80 vjet më parë, ato që duan të bëjnë këta pra një ushtri europiane që të shkojnë në lindje, që të çojnë trupat në lindje, etj, kupton, gjithë në një emër të një Evrope, pa popull slav, pa kështu, pa ashtu, pra gjithë të demagogji. Por edhe atëherë Hitleri e bënde se luftë shenjë, se thoshte, ne do shkojmë, do pastrojmë komunizmin, do heqim popull slav, pra racën e tjetër etj. Atëherë e bënde Hitleri. Sot e bëjnë të shququar atë qeveri demokratike europiane, të cilat do duhet shkojnë të marrin 800 miliard borxh, ndërkohë që nuk kanë paguar 2% e GDP-s për gjithë këto vite. Përveç Polonisë. Se po të kishte qenë NATO ndryshe, më e fortë ndoshta s'do kishte ndodhur Ukraina. Ndoshta se ndodhur Ukraina. Po ndoshta. Çfarë do kërkonte Turqia në këmbin mbrojtjes për të mbrojtur Europën, më thotë njëri, pyete për kullën. Po është shumë e qartë. Mbas kësaj lideri vetëm i Evropës do jetë Turqia dhe shpëtimtari i Evropës do quhet Recep Tayyip Erdogan. Vetëm kaq? Se pak duket ty. Për lavdi? Po pse pak duket ty, pas 500 vjet? Unë them ç'a biznes, ç'a ka në këtë biznes, nëse Europa i thoshte tani. Nuk ka nevojë se ajo Turqia ka vetë se s'di ku t'i çoj, ka detin e zi, ka detin mes dhe. Ore çdo kërkonte në këmbim vlla. Antarësimin dhe furnizimin e Evropës me naftë me gaz për 100 vitet e ardhshme dhe në rregull është. Se e do antarësimin, po unë di që nuk e duan më ato, e ka hequr fare. Jo antarësimin me kushtet e Turqisë tash, jo me kushtet e Brukselit, pse ç'u kujtove? Çani super emision, falenderoj Kullën për informacionin që na servis çdo të premtoj. Ju përshëndes sot ky tjetri. Po Mbretëria e Bashkuar apo nuk është Europë? E kishin për Bashkimin Evropian zotëri. Jo për Europën kështu gjeografikisht. Një sekond. Ti e kupton ç'a hakmarrje është kjo për Evropë? E Britanisë Madhe për domethënë Britania e Madhe u largua dhe kur u largua Britania e Madhe nga Evropa, u mblodhën gjithë evropianët, kujtohet atë sa kishte ardhur Trumpi në pushtet, dhe thanë tani Britania e Madhe do shkatërrohet se doli nga BE-ja, mirë këta çdo heq, do kem buktanë etj. E kupton ku kemi mbritur? Kissingeri është ai pra. Kissinger. Tash shkojnë atje tani shkojnë në Londër dhe kërkojnë ndihmë në Londër që aman hajde na mbroni, kupton? Këta ishin ata që thanë që do shkatërrohet Britania, nuk ka më. Ai mban më. E di mo si se di mo. Të njëjtat janë. Eri Kissinger ishte sekretari i shtetit i SBA-s. Ky ka thënë nëse duhet të flas me europianët. Një mendimtar i madh. Kujt duhet i bien telefon? Një mendimtar. Më jepni numrin telefoni. Një mendimtar i përpar. Dgjoj, çdo thoshja unë. Dhe jo vetëm. Me ato kulla, do të themi të vërtet madhe. Ka qenë dhe një mason i gradës 33, një mjeshtër i madh. Kulla, para se të ikim, këtë se them për debatet, them thjesht unë për batut, po nuk është batut shu, është batut serioze. Duam kulla. Historia na ka mësuar, dhe këtë nuk është se e kam nga vetja, që në fakt, në qoftë se tillon cinike kjo, po është e vërtet, që nuk ka asnjë mundësi tjetër që popujt jetojnë më mirë, që të ketë më shumë rritje ekonomike, që njerëzit të hanë më mirë, të ushqejnë më mirë, të kenë më shumë punë, nëse nuk ka një luftë të vërtetë. Pra vetëm lufta sjell zhvillimin. Prandaj në këtë kuptim unë them, mos doshta ka ardhur koha që ne të shkojmë në luftë kulla, të luftojmë për Ukrainën dhe për veten tonë, mos na sulmojnë rusët. Ne bëjmë një xhiro tek nga do e bëjmë? Nga përputhën Big Brother apo nga TikToku do bëjmë luftën?